Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa si dërgojmë, alayhi salatu wa salam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë atyre që pasojnë dhe ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, për metodave pejgamberike për me përçuar një mesazh ose me dhënë një dije ose me kumtu mesazhin që e ka pas obligim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është edhe nëpërmjet pyetjeve ose xhaxhave ose nëpërmjet shembujve. Ka bërë një pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka prit pasaj sahabëve me marrë doni përgjigje. Nëse kanë ditë. Ose nëse se kanë ditë me tërheq vëmendjen që kimi u dhon alaihi salatu wasalam. Ose donjëherë ka dashur mi tregu diçka pejgamberi alayhi salatu wasallam për një shprehje që akon e zakonshme të ato, akon e njohur të ato, me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur mi tregu diçka tjetër. Sikur se shembull hadithi që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është mesin e juve el muflis, i falimentuar. Sahabët ka thonë ja Rasulullah, çka s'ka dinara dhe dirham. Çash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po hap një kuptim tjetër të fjalës muflis, që po do me përçuar një mesazh. E dini vazhdimin e hadithit. Ose që kjo metoda ka prezente edhe për shembull te hadithi e Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja Abul Mundhir, që ka edhe nofka e Ubej ibn Ka'bit. Thot ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Cili ajet nga libri i Allahut që ti e din është më madhështoria. Që Ubej ibn Ka'bi ka pi dalluar pe sahabëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po do më ja tregu cili është ajeti më i madh, ama kallzom atë. Nëse e di. Ubej ibn Ka'bi ka thonë Allahu Rasulu alam. Kjo është shakon edhe tërbia e sahabëve. I po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam insiston. Prapë ja ban. Ja Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Dhe pastaj Ubej ibn Ka'bi ja ban Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë ajetul kursi. Jam shon joks për mi tregu të lumt. Thot liyehnika al-ilmu ya Abul Mundhir, të lumt dija që e kije. Sa Ubej ibn Ka'bi ka pi dallum me bisaave për Kur'an. Ose edhe një hadith tjetër, këtë hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu. Po kur e ka nxjerrë, e ka përmendur për afërsisht 10 vende tjera në për librin e tij, Sahihun e tij. Mirë po në njërin prej kapitujve e ka emërtuar kapitullin dhe e ka përmendur këtë hadithin, ka thonën Imam Buhariu babu tarh al-imam al-mas'alata li yakhtabira ma indahum min al-ilm. Ka thon kur imami kur imami e parashton ndonjë pyetje që më i para provu ata të cilët janë prezant. Këtij lloji është edhe hadithi që do të trajtojmë inshallah, shtjellojmë bashkarisht. Pa u zgjat shumë, inshallah. Transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, i cili thot përderisa ishim ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ja prun aty në mexhlis Jammaru Nakhla. Jammari thuhet mbrenësisë zemrës së palmës. E tash pejgamberit alayhi salatu wasallam ja bin zemrën e palmës që thuhet Jammar. E ka një fallëshie shumë të këndshme, s'e kam provu, po thonë që është shumë e këndshme dhe i ngjan, domethënë mbrenësisë së kokosit, domethënë në formë, ose e bardhë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash e shfryzon këtë rast për me dhon dije sahabëve. Edhe e pyet thot inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warquha wa mathaluha mathalu al-muslimi hadithuni ma hi. Ka thonë është një pemë prej pemëve që nuk i bin gjethet dhe shembulli i kësaj peme është sikur se shembulli i muslimanit. Fa hadithuni ma hi. Apo më kallzoni çfarë është ajo? Kjo është si xhaxha, po. Edhe thot pranishmit, Abdullah ibn Umayr thot, pranishmit thot fillun me dhënë shembuj përgjigjen nga disa pemë që ishin në përshkretina. Filan pemë, çat pemën që ka pas Medinë, çka ka marrë që pejgamberi alayhi salatu wasallam bash për çat me me. Edhe s'e kanë gjetë përgjigjen e saktë. Thot i Abdullah ibn Umayr thot më shkoj mendja cilosh se është nakhla, që është palma. Pema e hurmës. Po thot kur i pashin mezhlis me njëri për transmetime, thot, kur i pashin mezhlis unë isha thot më i vogël për tyre. An mezhlis janë kanë përthuaj se ishin 10 veta, aty në mezhlis ishte Abu Bekri, Omer radhiyallahu anhu,
Thot unë isha më i vogël më ardhmarrë, thot me fol prezencën e tyre. Thot pejgamberi pastaj alayhi salatu wassalam se hien nakhlatu, kjo pemë që nuk i bin gjethet dhe që i ngjason muslimanit është palma. Ka qenë prej zakonit, sikur se përmendëm, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka shfrytzuar momentet edhe rastet për me dhënë dije. Qoftë në përmes pyetjeve retorike ose xhezave ose shembujve. Sikur se është edhe në këtë rast, domethënë nëpërmjet xhezës, apo para më çfarë mezhlisë vëllazër. Në mezhlis ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu më i mirë. Në mezhlis është edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, edhe Omer radhiyallahu anhu. Edhe Abdullah ibn Omer dhe të tjerë nuk dihen. Për parashton pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë pyetje. Për më dhënë një dije, po ne do të ndalem në një pjesë e këtij hadithi që është mathaluha ka mathalil muslim. Shembulli i palmës ose i kësaj pemës është sikur se shembulli i muslimanit. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë se është shembulli i muslimanit? Do të çfarë ngjashmërie ka palma me muslimanin? Ku janë ata? Kanë folur ulemaja shumë. Dhe kanë dhënë shumë pika ku ka ngjashmëri mes palmës edhe muslimanit. Inshallah do të i kam përzgjedh disa prej tyre. E para, dawamu an-naf'i fi an-nakhla. Se palma është vazhdimisht e dobishme. Pra edhe kur hurmat janë atë nivelin që i thot busër, veç kanë filluar mu pjek. Po edhe kur shndorohen pastaj në rutab, që është gjys pjek, gjys pa pjek. Po edhe pastaj kur janë temër, që janë hurma. Do thonë vazhdimisht palma edhe dimrit edhe verës mundesh më shërbit. Tashme, domethënë me përparimin e teknologjisë, mundesh më shfizuar këto rutab, mundesh më gjind edhe dimrit edhe verës. Mi po më përpara kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kur ka qenë verë që i kanë zerr palma frytet, domethënë rutab i kanë pas gjys. Janë i falloj domethënë nivele që janë e kanë shije tjetër. Pastaj kur fillojnë më pjek mirë edhe qëndrojnë veç anash bën në temar, hurm që i kena ne. Mi po më përpara këto rutab s'kan mujt më shfizu veç se gjatë verës. Mi po edhe dimrit i kanë hangër ato që janë temër, ajo niveli i përfundimtar i pjekjes. Tash më mundesh mi gjetë edhe këto tjerë. Çështo është edhe muslimani. Muslimani edhe verës edhe dimrit është i dobishëm. Edhe ka lloj-llojshmëri të adhurimeve. Domethënë muslimani namaz, sadaka, siyam, agjerim, fjalë të mira, dije, ligjërat, edhe verës, edhe dimrit. Muslimani është musliman. Edhe kur është i shëndetshëm, edhe kur është i samur, muslimani është i dobishëm. Edhe kur është vendas, edhe kur është në udhëtar, muslimani është i dobishëm. Apo derisa të takojë Allahun, që ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala, wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dyta ngjashmëri vëllazër që ka muslimani me palmën, është ka thonë ulemaj les e skutu varrokua, që është përmendur edhe në hadith, që nuk i bin gjethet. Çka i vjen që nuk i bin gjethet? Se vazhdimisht është në atë formën ose në atë dukjen, në pamjen e bukur. Domethënë është e stolisur, edhe verës është njësoj, po edhe dimrit është njësoj. Nuk i bin gjethet, nuk zhveshet nga gjethet. Çështo është edhe muslimani. Vazhdimisht e ka me vete teshën rrobën e takvallëkut, devotshmërisë. Nuk ka raste dhe momente që e ka vesh herë tjera, domethënë e zhvesh. Jo, sepse e di se është i mbikëqyrë prej Allahut azza wa jall vazhdimisht. Andaj sigurisht se edhe palma nuk zhveshet nga gjethet, ashtu edhe besimtari nuk zhveshet nga devotshmëria dhe frika te Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto është ngjashmëria që ka përmend pejgamberi alayhis salam. E treta, la tanbutu illa fi kulli ardin. Palma vëllazër nuk pranon me mbi, me urit në çdo tokë. Po e lip tokën pjellore. Po edhe nëse me ndonjë tokë rritet, nuk jep fryte. Po edhe nëse jep fryte, nuk jep ndoshta frytet që duhet mi dhon. Çështo është edhe muslimani. Muslimani do të më pas një tokë ose një rreth që do të më ka rreth i mirë që ai ka me shfaqat fetarinë vet edhe ka mu po shenjat e fetarisë. Do të më përzgjedh këta. Jo në çdo tokë më shku. Jo në çdo tokë më bin, se s'bin, nuk i nxerti. Dush më përzgjedh rrethin që e ki për rreth, sikurse edhe ka paralemruar pejgamberi alayhis salatu wasalam hadithin aty personi që i ka vrarë 99 veta, pastaj ka shkuar në 100 dhe ka dashur më pendu, apo çai ka thonë ai alimi i mirë. Edhe i ditshëm. Ka thonë, kush mundet me ndal mes teje dhe tobës? Kush?
A më ka thonë, shko filan venin se ka njerëz që adhurojnë Allahun dhe ti adhuroj Allahun bashkë me ta, sepse që kjo toka ku i këtu, i në ardusu, është tokë e keqe. Dhe më thonë, njerëzit këtu janë njerëzit e këqi. Pro shko ti tash edhe lipe venin e mirë, që bashkë me ta me adhuru Allahun dhe me pas malet me e shfaq fetarin tonë. Abdurrahman ibn Khalduni e ka përmend një fjalë dhe ka thonë lil bika i ta'thirun ala ittiba. Ka thonë vendi ndikon tek njerëzit që jetojnë ata. Andaj nëse është vendi malor, njerëzit që jetojnë në ato vende janë më të vrarë se sa disa njerëz që jetojnë në rafshin. Ose njerëzit që jetojnë përreth detit i kanë edhe fjalët më ngadalë, sikurse edhe ato dallgët që janë ngadalë. Apo edhe janë më të lehtë. Se ndikon, por kështu po thot Ibn Khalduni. Ragib al-Asfahani rahimahullah ta'ala ka thonë, lejse idadu l-gjelisi li gjelisi bi makalihi wa fa'ali faqat. Wa innama bin nadhari li. Ka thonë nuk ndikon dikush që nejnë me dikant, që ulet dhe shoshron dikant veç me fjale edhe me vepra, po ndikon veç të e pa ata. Veç të e pa ata ndikon. Andaj këtu, çfarë ngjashmërie pas ka mes muslimanit? Palma nuk pranon me urit edhe me dhon frytet në çdo tokë. Do të me pas tokën e përshtatshme. Çështo edhe muslimanit duhet me gjetë mesin e mirë, do të me gjetë bashortën e mirë, shokun e mirë, kolegun e mirë, punën e mirë, që me pas malet me shfaqat fetarinë vet. Edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam Allahu çka i tha, "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajh." Bon sabër rri me ata njerëz që adhurojnë Allahun azza wa jall mëngjes dhe mbrëmje. Dhe synojnë me këta ftyrën e Allahut azza wa jall. Do thonë ka urdhnu pejgamberin alayhi salatu wasalam me net me njerëz të mirë. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka net dhe i ka marrë këto këshilla dhe pastaj dhe i ka përcjell këto këshilla. Edhe i ka thonë onet pi sahabe, la tusahib illa mu'mina. Mos e shoshro veç se muslimanin, besimtarin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dhe mos ta han ushqimin tan veç se njeriu i devotshëm. Mos këshirti me çdo njonin me net, ose kush më rivalon në sprish punë se ti të ka marru Allah azza wa jalla krijes dopt. Dhe ti ki shumë mundësi për mu ndiku pi tjerëve. Çish tha dhe Asfahani? Jo veç me fjalën e dikujt edhe me veprën e dikujt. Veç me duke pa ata ndikon. Dhe kjo tash mundet mu lidh pak edhe me, domethënë lidhet edhe me rrjetet sociale. Mos këshir, mos jap mundsinë syrit tanë, me pa çka mos. Sepse do ndikohesh dashur ose nuk dashur. Ka me ndiku kjo natyrën tonë, edhe veç duke pa ç'është tha dhe Asfahani. Edhe mos jap mundsinë domethënë me ndiku te ti vetë se njeriu i mirë. E katërta prej ngjashmërive vëllazë, ka thënë kulluha manfaatun la yujadu fiha shay'un bi ghayri manfaat. Çdo gjë që është e palma është e dobishme. Nuk ka diçka vetë se ka dobi. Nëse flasim për hurmën, hurma mundesh me shfizu sikurse në kohën e pejgamberit alayhis salam si ushqim kryesor. Derisa ka pasur edhe transmetimet që ka thonë nuk ka uri një shtëpi që ka hurmë atë. Mundesh me shfizu edhe si frut, si ambëlsin. Mundesh me shfizu edhe me shndëru në lang, ose në uthull, ose me shfizu edhe në pekmez. Domethënë ka disa përdorime. Hurma si hurmë. Bërthama mrena shfizohet për me i ushqi hajvonat, kafsht. Trungu i palmës shfizohet për ndërtim. Kone pejgamberit alayhis salam veçati, po dhe tash. Gjethat shfizohen për çati. Ka disa që i thot fibra ose fije që shfizohen për litar, që mundesh me nxjerr. Domethënë çdo gjë që është tek palma është e dobishme. Muslimani, edhe muslimani, kur flet është i dobishëm. Kur nen edhe hesht është i dobishëm. Spaku nuk bën, apo kur këshillon mirë, kur të urdhnon mirë. Sa është i dobishëm. Dhe dush me ngjasu palmës së hurmës, sikur se edhe tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, që dhan edhe një shembull tjetër në hadith që lidhet pak me atë paraprakën, se pejgamberi shoku i mirë është i dobishëm sa herë. Ka thonë, sikur i ngjason kujt atij që shet parfum, ose ka me të dhuru parfum, ose ka me të shit parfum, të pta aminhu, ose spaku kime një erë të mirë për ti. Qështu është muslimani, besimtari. Edhe qështu kanë edhe palma e hurmës, se çdo gjë që është ajo, është e dobishme. E pensa vëllezër, ka thonë bejnahu tafawutun adhim fi shaklihi wa nawihi wa thamarihi. Mes palmave, mes drumive të palmës, ka lloj-llojshmëri. Qoftë në dukje,
ose në bukuri, ose edhe në fryte. Nëse flasim për hurmën, ka mbi 200 lloje të hurmave. Ki ajve, bunni, sukeri, 200 lloje. Domethënë ka lloj-llojshmëri të, nuk e ka veç një formë, ose veç një dukje, ose veç një shije. Çdo njëri ka shijen e vet dhe formën e vet. Po dhe druni, palma, ka të gata, të shkurta, më të mëdha, më të bukura në pamje, çështo është edhe muslimani. Ka lloj-lloj të muslimanit. Ka dikush që është në pamje i mirë, po ka dikush tjetër që nuk është i mirë, ka dikush i shkurt, ka dikush, ama është i amël. Frytet i jep të amla. Apo? Pejgamberi Allahu azza wa jalla çka tha? Kur i ndajti besimtarët që tha nuk janë njësoj, tha me një ajet, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Ka besimtar që i bëjnë zullum vetvetes me gjuna. Ato nuk mrin në kufër, është musliman ai, ama bën gjuna. Zalimul li nafsi, bën padrejsi vetvetes. Ka bityrve që thotë është muqtasid, janë mesatar. Do të thonë farzët i çon vend, harameve i largohet, ama nuk shir shumë vepra vullnetare ose edhe gjëra të cilat janë papëlqyeshme. Ky është mesatar. Po është një grad në nivel tjetër ala më i lartë i muslimanëve, besimtarëve që ato përveç farzeve mundohen edhe vepra vullnetare me pas. Përveç harameve mundohen edhe gjëra që janë papëlqyeshme mos i bën. Ata nuk shir vallave që kjo, apo s'është haram, apo mundet do gjëra që janë haram, po nuk bën, nuk ka hije ti më bën. Sigurisht palma hurmës, domethënë nuk janë këtë njësoj muslimanët. Mundesh me gjetë musliman që është i butë, një tjetër që është i vrasht. Apo një musliman që i përzgjedh fjalë, një tjetër, një musliman që i këshir veç fazën, një tjetër që i këshir edhe. Një musliman gjunaçar, një tjetër që është më pak gjunoha e kështu me radhë. Domethënë nuk janë njësoj sigurisht për shembullin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hurmën. Tjetër ose la tabqa hayya illa idha usikat ilayhi al-ma. Domethënë suket ilayhi al-ma. Palma nuk ka mundësi me kanë gjallë. E dobishme po flasim me dhon fryta, vetëm sa atëherë kur ujitet. Sigurisht edhe besimtari. Pra nëse palmën e lën pa ujë, vishket. Po mundet derisa të vdesë edhe mos t'jape fryta, mos t'jape hurma. Ama prapë është e dobishme. Edhe pse nuk jep hurma. Do të mundesh me shfizu për hije, për kështu. Apo mundesh me shfizu që ato të tjera për ndërtimet që shi përmendëm. Edhe pse nuk jep hurma. Ç'është është atë besimtari? Do thonë nuk ka mundësi me koni gjallë që ç'duhet. Mundet me jetu në mesin e njerëzve. Me hangër e me pi, po nuk është gjallërisht, fetarisht i gjallë shpirtnisht, përveç sa atë kur ujitet me ujin e vahjit, e shpalljes, me Kur'an dhe me Sunet. Allah azza wa jalla tha ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ju që keni besu. Përgjithësi Allah dhe pejgamberit alayhis salatu wasallam kur ata ju thrasin atë që ju jep juve gjallëri. Çka të ka thirrë Allah azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thirrë me Kur'an dhe me Sunet, apo? Thot për Kur'ani dhe Suneti ti kanë gjallëri. Apo? Andaj ti i gjallë përderisa i me Kur'an dhe me Sunet. Nëse një tjetër s'është i gjallë, nëse i mungon Kur'ani dhe Suneti, edhe pse ai, domethënë ecën në fytyrën e tokës dhe jeton në mesin e njerëzve. Andaj edhe Allah azza wa jalla dha një shembull tjetër, aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, kama mathalu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Tha është një dikush që ishte i vdekur. Po i dham atij në ngjallëm atë. Domethënë kuptimi ishte i vdekur në devijim, në terr. Thotë ngjallëm atë duke ia dhënë udhëzimin atij. Dhe me atë dritë thotë që ja dham ne, ai ec në fytyrën e tokës, në mesin e njerëzve. A është thotë i njëjtë ky me dikën i cili është në terr, jeton në terr, nuk ka mundësi me bën një hap, sepse është në terr, nuk e di kush do të bë hapin. Dhulumati laysa bi kharij minha, me një terr që nuk mundet me dal. Andaj Allah azza wa jalla çon ngjallje, e xhalloron atij që ja ka dhënë udhëzimin, që ja ka dhënë Kur'anin dhe Sunetin. Andaj edhe palma nuk mundet me kon pa ujë, edhe ti si besimtar nuk mundesh pa Kur'an dhe me Sunet me kon gjallë. An-nakhlu yurma bi sakhrin fayulqi atyab ath-thamari. Do të thonë palma nëse e gjun me guri ose me diçka tjetër, ka me të fugshka, po hurmat. Apo, edhe pse ti mundosh mi bë keq, ai ta kthen me të mirë. Kështu është edhe besimtari. E ka pjesë të sjelljes së tij, që dikush ndoshta ja thot një fjalë që është e pahishme ose ja bën diçka doni, mundohet t'ia kthen me mirë, me falje. Apo, Allah azza wa jalla thot për besimtarët ose ata të cilët kanë cilësitë xhenetlive, ka thonë ul kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Ata që e nalin e frenojnë, domethënë mllëfin dhe u falin njerëzve.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu bi afwin illa izza. Nëse ti ja fal dikujt, thot Allah vetë sa ka më tashtu madhështinë tonë dhe krenarin tonë. Mos mendon se nëse ja fal ti ke më shpo. Jo, për kundrazi. Bele, jo vetëm me fal. Po besimtari mundohet edhe të keqë me kthim të mirë. Që thot edhe Allah azza wa jall, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, idfa billati hi ahsan. Nuk është e njëjtë e keqja me të mirën. Edhe nëse të ka bëu dikush keq, thot kthehet me të mirë. Dhe kemë pa që çaj ka më shndëru prej armikut në mik. Sigurisht edhe palma. Ti munosh me keq, ai pastaj ta kthen me të mirë. Është një rast vëllazër që ka ndodhur mes Ali ibn al-Husainit dhe Hasan ibn Hasan. Do të thonë këto kanë qenë kushërin. Njëri djali i Hasanit, njëri djali i Husajnit. Djali i Hasanit e shon dhe flet shumë keq me një mezhlis ku ka qenë prezant Ali ibn al-Husain, që ka qenë Zainul Abidini. Kanë dëgjuar besoj. Mi po i thot çfarë fjalë trona, mi po ki hesh, nuk flet kur gjon. Edhe ai lodhet më të fol keq, a ki çka kthen hiç, edhe nala. Dhe qohet pastaj shkon në shtëpinë vet. Kur bëhet akşami shkon te shtëpia Ali ibn al-Husaini. Tash kur shkon te shtëpia, çfarë me ka shat, ka korrit para këtë dunjas, apo çash natën e të shajt u lip te shtëpia tina, vetëm ja kthi hakun, apo. Mi po jo, kjo kur e troket ndere, çel derën, thot o djali Axhasta. Ka thonë se çajo që e ke thonë ti është e vërtet, Allah më falt. A nëse nuk është e vërtet, Allah të falt. Selam aleikum. Nëse është e vërtet që ajo sharrja që më bane, që më akuzove, me shka së më thave. Nëse janë të vërtet, Allah më fal, se ka nuk njëri keq, se pas na ditë. A nëse janë të vërtet, Allah të fal, që ti ke bën një gabim shumë të madh, vetëm kënë korri, po edhe më ke shpirt. Edhe ki i bërë pishman shumë edhe e qafë edhe i lip halala. Shembo për çka? Ka bëti kush keq, mundohu me ja kthime me të mirë. Mundohu me ja kthime të mirë, se vetë se Allah azza ka më të ngrit namin edhe madhështinë. E teta për shembujve, nëse u bezdisi, thunë nalo. E teta për shembujve është se sa më shumë që jeton palma, aq është edhe ma e frishme dhe ma e me kvalitet më të madh. Kur i bjerë frytat, i bërë me kvalitet më të madh, ku i nxjerr. Çfarë është atë besimtari? Sa më shumë që jeton, do të më kon më i mirë. Sepse Allah azza wa jalla ka thonë: "Imma yataqaddama wa yata'akhkhar. Liman sha'a minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar." Ose që më ecë përpara ose mos. Ti si besimtar nuk ka mundësi me ne njëtin vend. Me të vetë unë tash, edhe me thonën filan, çish i me iman. Nëse më thuti valla çish më kelan, nuk ka shans. Ja ke shku mas, ja ke shku përpara. Edhe unë, ja kum shku mas, ja kum shku përpara. Me nejtë me një vend, thot Allah, s'ka shans. Me shku mas, ti nuk dush me pranu me shku mas. Të ra, dush vesh me jesë për para. Pejgamberin alayhi salatu wasalam, kër e kanë vetë disa, ka thonë, eju nasi khajr. Kush është njeriu më i mirë, ja Rasulullah? Ka thonë, men tala umuruhu wa hasuna amalu. Çaj që sa më shumë që bëhet i vjetrohet dhe i zgjat imri, është më i mirë në vepra. Nuk shirë më këthi ma, po vese i shton të mirat. Është me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi. Ka thonë mos ta shpreson askush për juve, as mos lutet për vdekje. Pse ja Rasulullah? Sepse ka thonë me vdekjen e juve ndërpritet mundësia për me bëu mirë. Wa innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khayra. Nësa besimtarit imri që i jep, ditët që i vinë, vetë se ja shtojnë të mirën. E dinë edhe keni të freskët, besoj rastin e atyre dy shokëve. Njëri që ka jetuar më shumë se tjetri një vjet. Që ky tjetri, edhe pse i pari ka shkuar si shahid, e tjetri jo, ky i dyti më lart se ai. Xhenet pse? Se ka thonë Resulullah alayhi salatu wasallam, ka thonë po kia s'ka fal më shumë namaz, as ka xheru në Ramazan më shumë. Do thonë mundësi për ti si besimtar me bë punë më të mira. Çështo është edhe pal me hurmës. Sa më shumë që vjetrohet ashtu aq edhe më e mirë është. E nënta prej dallimeve vëllazërosh se nuk ka pemë që është më durimtare ndaj errnave dhe fortunave se sa palma. Domethënë do vinë dhe shkojnë, palma është stoike. Çështo edhe ti si besimtar të shme ka. Jetën tonë kemë pas dhe njerëz prova, kemë pas edhe të mira. Kto nuk duhet me ta lëkund imanin tan. Ato mundën me ardhe me shku, bile veç se më të forcu, të bëhen më të fortë. Edhe me dëshmu njerëz se ti je i fortë. Apo besimtarin, Allah pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, kur i vjen e mira, shakara fa kana khayra la. E falendron Allah, do është mirë për ta. Po kur i vjen doni caktimi i Allahut që është i thë për ta, sabara fa kana khayra. Ban sabër. Sepse ti e di se me sabrin tan vetë të shlihen gjunahet, sprovën që ta vjen Allah, ose të ngritën derexhet,
Ose inma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Të shpërblen Allahu për sabrin që ke bën, pa hasab. Andaj disi besimtarë diket edhe nuk lëkundin ti sprova të ndryshme, fitnet e ndryshme ose caktime të ndryshme. Andaj Herakli kur vete Ebu Sufjani që aso kohë ishte jo besimtar, mushrik, që i tha kur hej dikush në Islam, a e braktis ata? Duke u rrejt, ka thonë jo. Ka thonë që shtu është edhe imani kur hin zemër. Nuk, mundën marrë që shit dalga, që shit fitne. Ama ti si besimtar vetë ato vinë dhe shkojnë të sa ti e konë stoik sikur se palma. Që vinë ernat dhe fortunat edhe ata nuk e lëvizin. E dhjeta prej ngjashmërive është se an-nakhlatu yastamirru nafuha hatta law ta'attala thamura. Çikon ngjashmërinë për njërin që e përmendëm, por nuk është e njëjtë. Vazhdojnë përfitimit nga palma edhe nëse ajo vdes. Përmendëm. Edhe nëse vdes ajo, vazhdon pastaj me kuptimin edhe nëse nuk jep fryte. Hurma, ajo prap mundesh me përfitu nga hija edhe këto. Besimtari edhe nëse vdes mundet me bë vepra që i ka bë kur ka në gjallë, që ka me jart dobi edhe kur pas vdekjes. Qysh? E dini hadithin idha mata al-insanu inqata amalu ila min thalah. Kur des njeriu i ndërpritën veprat përveç 3. Sadaqatun jariyah. Sadaka që ka dhënë rrjedhse, apo vakuf ose diçka tjetër. Edhe pse ke vdekti, pa vin dobit. Ose ilmun yuntafa'u bi, ose një dije që bën dobi. Ose treta shkosh? Au waladin salihin yad'u lahu. Ose një evlad i hajrit që lutet për ta. E 11 prej ngjashmërive është se zemra e palmës është e qiltër, do është e mirë dhe dobishme, sikur se edhe zemra e besimtarit që duhet me konë kështu. Apo përmend hadith se ja kanë sjell pejgamberit alayhis salam xhamarin, apo. E xhamari ishte zemra e palmës, që është e qeltër, po është edhe e shishme. Edhe kështu është edhe besimtari, që zemra e tij duhet me pas shishme. Domethënë nuk e zgjatet shumë edhe 5 minuta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë vetë ayun nasi afdal, kush është njeriu më i mirë? Ka thonën kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Çdo kush i cili ka mahmumul qalb, është me zemër mahmum, domethënë i lirë. Dhe me fjalë të drejta. Ka thonë ja Rasulullah këtë që flet drejt po e kuptojnë, po ç'ki mahmumul qalbi? Kush është? Që këtë që pas ka zemrën e lirë. Ka thonë huwa taqiyun naqi. Është ai i cili është taqi, që është i devotshëm. Po më pasi është me njerëzit apo është vet. Ai është zemrën e ka taqi, është i devotshëm, i ka dro Allah ta zot. Naqi që është i pastër. Nuk e përlin zemrën e tij me gjunohe, me smir, wala bagya wala gilla wala hasad, nuk ka në zemrën e tij as xhelozi, as inat, as smir ndaj tjerëve. Po shiqefta, çto është edhe besimtari. Ashtu sikur se ishte palma, që zemrën e ka të qiltër kur të ja dash, domethënë është edhe dukja është e mirë, po është edhe në shije e mirë. E 12 dhe parafundit është sehlu tanawul. Palma është shumë e lehtë për me i nuk ato hurma që ka. Nëse është e shkurtër shumë e lehtë, i merr shumë lehtë. Po edhe nëse është e gjatë, është çashtu e ka marrua Allahu si më pas shkallë, që ki shumë lehtë mund ngjit. Sidomos nëse vnon një litar, thon shumë lehtë e ki. Jo sikur se disa pemë tjera që mundën me kanë çorshese. Çashtu është edhe besimtari, është i lehtë. Pejgamberin alayhi salatu wasallam kur kanë vetë, ala akhbirukum bima tahrumu alayhi an-nar, ka thon gaden. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty tregoj për një person që nuk e prek zjarrin nesër. Domethënë nesër ditën e gjykimit. Ka thon huwa kullu hayyinin layyinin qaribin sahl. Çdo kush i cili është i butë, i lehtë, edhe i sjellshëm. Çdo musliman që me pas Allah zhverash me ta, me pas shëtblerë me ta është i lehtë, i butë. Monet me ta është i butë, domethënë, edhe i lehtë. Me të këshillu është i lehtë, po edhe kur ndalon diçka është i lehtë. Kur ki punë Allah zhverash ta me ta i lehtë. Kur kërkon ndihmë pi ti është i lehtë. Kur ki borxh me ta është i lehtë. Kullu hayyinin layyinin sahlin. Çto është besimtari? Sikur se palma e cila është e lehtë për dhe fundit ose para sa me përmend fundit që ka të bëjë me këtë çështje lehtë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë: O Zot, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhim. O Allah, kushdo që e merr përsipër me udhëheq ummetin tim dhe u ranon atinve, ranoj atij. Dhe kushdo që u aleton atyre, letoj atij. Pra kur jeti me tjerë i lehtë, kam ta letuar edhe Allahu subhanahu wa taala nëse është e kundërta, atëherë e gjen të kundërta. Dhe fundit edhe pse ka shumë ngjashmëri, palma ka nevojë për mbikëqyrje dhe kujdes. Dush me uji, dush me pastru, tamam,
Sigurisht edhe besimtari që ka nevojë imanin e tij me pas mbikëqyrje vazhdimisht. Me këshirë imani i tij është duke u shtuar apo duke u paksu. Sigurisht e përmendëm diçka për përmendje fjalën e Abu Dardas, min fiqhil abdi an yata'ahada imana. Ka thonë prej mençurisë njeriu është me mbikëqyrë imanin e tij. A është duke shtuar apo është duke u paksu? Thamë është duke u shtuar ose duke u paksu. Çka e vën kjo? Ose i dëshku përpara ose përmas. S'mundesh me lejt me një vend. Andaj ka thonë për mençurisë, njeriu është me këshirë imanin e tij, me vazhdimisht me këshirë. Mos shir vallahi se në ta bëj golën e vet. Po ti ai i cili dëshmon me golën e imanit ton. Andaj këshira ai tu afru se çdo ditë që kalon të afron më shumë para drejt takimit me Allahun. E çash ai tu bë punë të mira që i tu afru tek Allahu Azza wa Jalla apo si tu bë. Dhe kjo dush me pas si gala më to si breng. Dhe për fund do vëllazër, i kisha përmendur vetëm dobi që nxjerret nga transmetimi i hadith, transmetuesi i hadithit, jo nga hadithi veç. Transmetuesi i hadithit kush është Abdullah ibn Omeri. Apo Abdullah ibn Omeri thot, unë s'fola pse se po është me xhlist Abu Bekrin edhe Omerin radhiyallahu. Ama kur ka dalën, edhe i ka tregu Omerit radhiyallahu ka thonë unë e dita përgjigje, po merr të marrë me fol. Çka ka thonë Omeri radhiyallahu? Ka thonë, sikur se të kishe fol, kish kanë për mua më e dashur se kështu e kështu. Ka përmend diçka që më treguosh kishe fol. Ju po s'ka fol për marrës. Ka thonë ulemaja, lejohet me fol dikush që ka më pak dije dhe më pak vlerë, kur në mezhlis është dikush që ka më shumë dije dhe më shumë vlerë, nëse ka dije mbi atë për të cilën flet. Lejohet me fol dikush që ka më pak vlerë dhe më pak dije, nëse në mezhlis ka dikush që është më i dijshëm, nëse ka dije, apo. Dhe kanë marrë argument këta. Ka thonë Omeri radhon, ka thonë sikur se të kishe fol. Domethënë edhe pse e kanë më i vogël, përderisa e ke ditë përgjigjen, sikur se të kishe fol. Tamam. Edhe kanë thonë ulemaja yujadu fil anhari ma la yujadu fil bihar. Mundesh me gjetë donjëherë në lum, diçka që s'e gjen në deti, apo. Do të ka disa lloje të peshqive në për lumej, nuk mundesh me gjetë në deti. Dhe mundesh me gjetë diku që është ndoshta në sinin tanë është i vogël apo i ri. Diçka që s'mundesh me gjetë tek. Andaj ka thonë s'mundesh me mri dijen ulemaja, ka thonë s'mundesh me mri dijen derisa atëherë kur ta pranosh. Edhe të mësohesh me marr dije pi atij që është min fawqahu au mithlahu au tahtahu. Përveç se atëherë kur bëhesh gati me mësu dijen pe atij që është manal se ti, ose pe atij që është mosanik me ti, ose pe atij që është më poshtë se ti, sikur është rasti sot. Apo dikush që është më poshtë se sa jo, me fol dhe më ka thënë diçka që jeni më lart saj. Atë pse pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ka bëu këtë. Apo Temim Darja kon sahabi. Dhe ka tregu hadithin e Gjessasës, e ka marrë pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam. Tash pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ka më i dijshëm se ai. A me ka marrë. Ose rasti tjetër me Sulejmanin. Sulejmani alayhis salam e ka marrë pi hudhudit, hudhudi po pupës. Apo ka thonë ahattu bima lam tuhit bihi ilma wa ji'tuka min sab'in bina bayn yaqin. Ka thonë kam diçka dije që ti s'e ke. Çu ish be Sulejmanit te pe thotë kështu alayhis salam. Po ka thonë kam unë dije dhe si ka thonë kush jeti. E ka pranuar Sulejmani atë. Wa ji'tuka min sab'in bina bayn yaqin. Kom ardh pi te seba, fejnë seba, me një lajm të bindur. A dhe ka do njëherë me gjejtë të dikush, pranoj. Domethënë sepse ke pasur atë selefe, po edhe guximin që ku marrën ose që i marrën në pak matricin apo xhallarëve, por me fol do njëherë para më të vjetër dhe më të dijshmeve është nga ky aspekt. Domethënë lejohet me fol do njëherë dikush që është më pak i dijshëm se dikush që është më shumë i dijshëm. Për çfarë arsye se kur është në mezhlis dikush që është më i dijshëm se ai, e permision ai. Nëse ka fol ki gabim, e permision ai, nuk e lëmë. Edhe pse esenca vëllazër është se dush me marr dijen prej më të vjetrave, më të mëshme. Tamam? Po lejohet, tham do një herë me marrë të tjerëve. Ka shumë gjashmëri vëllazër, andaj lutim Allahun azza të na bën sikur se palma. Në e dobishme domethënë e mirë, që nxjerr mirë, edhe çdo herë mundesh me gjetë mirë tek ai. Allah shpëlbej për ndëgjimin, wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.